kam vënë re një fenomen të çuditshëm tek rinia shqiptare. Pse them te rinia shqiptare? Sepse më shumë të ky lloj fenomeni kaq i shpesht ka filluar të ndodhi në rrjetet sociale. Pra kjo e bërtitur, kjo lloj revolte e rinisë shqiptare, sepse ata që komentojnë janë shumë të rinë mosh. Ndodh në pikërisht në Instagram. Si ka mundësi që nuk jemi kurrë dakord me një fitues? Më bën shumë çudi në çdo gar. Në çdo gar, gjithmonë ai që fiton është i keqi dhe ai që humb është i miri. Patjetër që po i referohen Big Brotherit. Gara, Rozana Gerta, humbet Gerta, të gjithë bëhen me Gertën, si kurrë më parë, jam shumë e lumtur për këtë. Por Gerta nuk ka nevojë vetëm për zhurmë Instagrami, Gerta ka nevojë për vota dhe votimet tregonin një gjë tjetër. Pra, kjo zhurma që bëhet në Instagram, papritmas, nuk përkthehet në vota dhe më vjen shumë keq për këtë. Dhe mund t'ju numëroj dhe